Strukturat socialiste të Tiranës janë gati të shpërthejnë. 2 ditë më parë pamfleti raportoi për një peticion nga strukturat e PS-s në Tiranë lidhur me arrestimet që po ndodhin në nivelet më të larta të qeverisjes, por pa kënaqësia është rritur ndjeshëm edhe sa i takon organizimit të njësive. Siç duket, situata më problematike është e njësia 7, por nuk mbetën pas edhe disa njësi të tjera. Një burim nga strukturat e PS-s në kryeqytet i tha pamfletit se po përballen me presione të jashtëzakonshme javët e fundit për shkak të zgjedhjeve që priten në Tiranë. Frika e Ramës dhe njerëzve të tjerë se strukturat mund ta lënë në baltë Manastirliun dhe shumë anëtar po përballen me shantazhe dhe presione për vendin e punës, gjë që ka sjellë tensione në disa njësi, pasi anëtarët kanë pasur sherrë dhe debate me drejtuesit e tyre dhe të dërguarit e Ramës. Dhe kjo situatë duket se e ka derdhur kupën pasi shumë socialistë janë gati të votojnë për kandidatin e pavarur në zgjedhje. Jemi një grup i mirë që jemi bërë gati për të votuar Florin, vetëm që mos u japim më kënaqësinë këtyre që të na përdorin e të na shohin si ushtarë të shtypur, tha një socialist pjesë e strukturave të Tiranës, i cili preferoi të mbetet anonim nga frika e hakmarrjes. Edi Rama tentoi të vriste politikisht Veliajin dhe të organizonte shpejt zgjedhjet me idenë se do ta kishte të sigurt fitoren, por kryeministri nuk mori parasysh 3 elementë. Së pari Erion Veliajin, i cili edhe pse është në qeli ka mbështetje në bazë dhe votat e besnikëve të tij nuk shkojnë për Manastirliun. Së dyti dalja e Florian Binajt në garë, edhe pse PD e mbështet, ai është një figurë politike i papërlyer dhe sipas sondazheve ka një mbështetje shumë të lartë për të mos thënë më shumë se Manastirliu. Dhe së treti situata në bazë, socialistët kanë punuar pa pushim në zgjedhje për të siguruar vota, edhe kur vjen puna Rama fut në administrat demokratët. Shumë drejtori shkarkoi pas zgjedhjeve dhe në vend të socialistëve ka punësuar njerëz të Berishës. Kjo ka sjellë shumë acarim dhe nëse do të kemi zgjedhje në Tiranë, rebelimi do të dalë sheshit.